Zbardhet plagosja me armë zjarri e ndodhur një ditë më parë në zonën e Alidemit në Tiranë, ku mbeti i plagosur një 15 vjeçar. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar dhe ka arrestuar 3 persona të tjerë që kanë tentuar të fshehin ngjarjen dhe të pengojnë zbardhjen e saj. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e picerisë Fantazia, ku dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, 21 vjeçari Aldi Neziri ka qelluar me një armë zjarri të modifikuar në formë stilolapsi drejt 15 vjeçarit, i cili punonte si I mituri u dërgua në spitalin e traumës, nga ku njoftua edhe policia. Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa është plagosur në zonën mes qafës dhe shpatullës. Në lidhje me këtë ngjarje, janë arrestuar 3 punonjës të picerisë, Ferit Basha, Andi Hyka dhe Kevin Bala. Ata akuzohen se kanë pastruar vendin e ngjarjes, ndërkohë shpallur në kërkim edhe administratori i picerisë, Leonardo Mejdani, i cili dyshohet se ka hequr DVR-n e kamerave të sigurisë së picerisë. Ai akuzohet për mos kallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Për të njëjtën vepër penale, është referuar material në prokurori edhe për një vajzë 15 vjeçare që dyshohet se ka qenë e pranishme në momentin e ngjarjes. Policia është vënë në lëvizje vetëm pas sinjalizimit nga stafi mjekësor, ku 15 vjeçari ishte paraqitur për trajtim mjekësor, por në vend ngjarje, efektivët nuk kanë gjetur asnjë gjurmë, as plumba, as pamje kamerash. Hetimet e komisariatit numër 1 dhe specialistëve për krimet zbuluan se autori dyshuar është 21 vjeçari Aldi Neziri, i cili dyshohet se ka qelluar me një armë të modifikuar në formën e një stilolapsi. Ai është shpallur në kërkim dhe akuzohet për plagosje të rënë me dashje dhe mbajtje pa leje të armëve. Ndërkohë që policia vjon kërkimet për kapjen e autorit të dyshuar, motivi saktë i konfliktit mbetet ende i paqartë. Policia dhe prokuroria po vijojnë hetimet, ndërsa pritet që të ketë zhvillime të reja në lidhje me këtë ngjarje, që rikthen në vëmendje fenomenin e përdorimit të armëve edhe nga të rinjt në vendin tonë.